Për mua ishte diçka shumë e vështirë, nuk e dija, nuk mendoja që ta kaloja, nuk mendoja që unë do isha personi që do e kaloja këtë gjë, që do ringriesha përsëri. Në klasën e 8 ndodhi një qësi e vogël, por nuk e dinim që klasa 9 më priste me një stuhi super të fuqishme. Një stuhi e cila realisht sot kur e mendoj, them nuk e di si ja kam dalur, nuk e di se si u ringrita. Në klasën e 9, një ditë teksa po rria, po qëndroja, përpitur, humba ndjenjat, dhe në momentin që u zgjova, nuk mundja të flisja. Qëndrova ashtu 2 muaj pa folur, pa ashtu edhe pa ecur, isha komplet e paralizuar. Ishte një vështirësi shumë e madhe për mua, sepse normalisht nuk isha mësuar kur, nuk isha mësuar që të jetoja me një diçka cilën nuk e kisha pjesë të jetës. Mjekët nuk i kuptoja, mjekët shumë herë flisnin për gjërat cilat nuk ishin të bënin fare me pjesën e jetës time. Njëri thonte që ke këputur nerv dhe tjetri përmendte epilepsinë. Realisht ishte një moment shumë i vështirë. Ishte një moment cilin unë kur e mendoj shumë herë them, ok, ja dola, uroj që mos ndodh askujt tjetër kjo që më ka ndodhur mua.